Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian po avancon me ritme më të shpejta, sipas kryeministrit Edi Rama, i cili theksoi se progresi është rezultati i përmbushjes së reformave të kërkuara dhe njëkohësisht një klime më të favorshme politike në Bruksel për zgjerimin. Po është e vërtet, prej shumë kohësh ne kemi këtë ambicie që është një ëndër e vjetër shqiptare, por duhet të them që në këtë periudhë ka pasur një përshpejtim të fortë, fal faktit që jo vetëm ne kemi bërë detyrat tona të shtëpisë, por edhe ata në Bruksel kanë qenë të bashkuar me synimin për të pranuar dhe për të shkuar përpara. Në një intervistë për emisionin Est o Vest në RAI, Rama vlerësoi veçanërisht mbështetjen e Italisë, duke e cilësuar atë si partnerin më të rëndësishëm të Shqipërisë në këtë proces. Italia nuk është një mbështetës kryesor, por Italia është mbështetësi kryesor i Shqipërisë. Korridori 8 është një projekt strategjik shumë i rëndësishëm që në të vërtetë fal kësaj qeverie që është në Itali, përfundimisht ka hyrë në një fazë të re. Sipas tij, ky korridor përfaqëson një aks të rëndësishëm lindje perëndim dhe që do të lidhë detin e Adriatik me detin e Zi, duke përfshirë rrugë toksore, e kurulla, porte dhe infrastrukturë digjitale. Po, është një korridor europian i ndërlidhje si linjave të transportit hekurullor, rrugëve kryesore, digitalizimit, porteve, aeroporteve. Do të lidhë dy dete, detin e Adriatik dhe detin e Zi. Është një projekt lindje perëndim. Ministri Tajani erdhi kohët e fundit në Shqipëri për eventin e korridorit 8 për të mbështetur rëndësinë që kjo ka si linjë re në terma strategjik të sigurisë, stabilitetit dhe lëvizshmërisë ushtarake, por edhe në anën e përfitimeve të ndërmarrjeve tona. Kreu i qeverisë foli edhe për projektin e linjës nënujore të energjisë që pritet të lidhë Shqipërinë me Italinë, një investim me vlerë rreth 1 miliard euro. Është e vërtetë që kemi firmosur një marrëveshje trilaterale mes Shqipërisë, Italisë dhe Emirateve Arabe në këtë projekt, që është sërish një projekt strategjik i Evropës që nis nga Shqipëria dhe Italia. Ndërtimi i kësaj linje të interkoneksionit energjetik pritet të përfundojë brenda 3 viteve, duke forcuar më tej lidhjet infrastrukturore dhe ekonomike mes Shqipërisë dhe partneritetit të saj ndërkombëtar.